E mërkur dashi, sot mund të ndjeni një moment të këndshëm me familjen. Në financa shmangni vendimet impulsive. Demi, sot mbizotëron një ide që mund të vlejë shumë. Tregoni fleksibël me planet. Binjakët, dita sjell më shumë qetësi në marrëdhënie. Një informacion i ri mund t'ju hap një rrugë. Kaforia, sot hapet mundësia për një surprizë në dashuri. Në dashuri kërkohet sinqeritet. Luani, energjia e ditës sjell një takim interesant. Mund të merrni një vlerësim për përpjekjet tuaja. Virgjëresha, dita sjell qartësi për një çështje personale. Një hap i matur do të vlejë më shumë se një reagim i shpejt. Peshorja, dita sjell më shumë kohë për veten. Një kompromis i drejtë sjell rezultat. Akrepi, sot mbizotëron më shumë vëmendje ndaj parave. Një detyrë e vjetër mund të mbyllet me sukses. Priciapi, sot mund të ndjeni një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Mos e teproni me shpenzimet. Ujori, kjo është një ditë për një surprizë në dashuri. Idetë e pazakonta mund të funksionojnë më mirë sot. Peshqit, sot hapet mundësia për shumë vëmendje ndaj parave. Një gest i vogël mund të ndryshojë atmosferën në çift. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.